Mbanin peng 2 fëmijë e mitur në Vlorë për të prostituar nënën italiane për te Adriatikut. Ngjarja është zbuluar nga policia e Vlorës vetëm pas kallëzimit të bërë nga shtetësia italiane, identitetit të cilës nuk bëhet i ditur. Sipas kreut policisë së Vlorës Artan Cuku, 2 muaj më parë nëna italiane kishte ardhur për pushime në Vlorë tek shtetasi Altin Kacaj, bashkë me 2 djemtë e saj të mitur, 10 dhe 7 vjeç. Por me përfundimin e pushimeve duke përdorur mashtrimin dhe presionin, Altin Kacaj në bashkëpunim me vllain e tij Besmir Kacaj kanë mbajtur peng 2 fëmijët në Vlorë, ndërsa nënën e kanë çuar në Itali duke detyruar të punonte prostitut. Pas kallëzimit të bërë në komisariatin e Vlorës nga nëna italiane, policia ka arritur të vërë në pranga 2 vëllezërit vlonjat në afërsitë të zonës së Skelës, ndërsa kanë gjetur në makinën e tyre 2 fëmijët italian. Në ambientet e drejtorisë policisë qarku Vlorë është paraqitur dhe ka dhënë kallëzim shtetësia italiane me inicialet VP, e cila ka kallëzuar faktin se rreth 2 muaj më parë ka ardhur në Vlorë me pushime me 2 fëmijët e saj, përkatësisht 7 dhe 10 vjeç. Në presionin e moskthimit të fëmijëve e kanë detyruar të prostituojë kështetëse në Itali me qëllim për të siguruar atyre shuma të konsiderueshme parash. 2 të miturit italian mbaheshin një banesë në Vlorë në lagjen 10 Koriku, në shtëpinë e Besmir Kacajt. Tashmë fëmijët e palënduar sipas policisë ndodhen në ambientet e komisariatit të mbikëqyrur nga psikologët. Mbi 2 vëllezërit vlonjat rëndon akuza e pengmarrjes së të miturve, shfrytëzimit për prostitucion dhe kanosjes për dhënje pasurie.